Pasi jetuan emocionet e finales Kupës së Republikës në Kavaj dhe në Shkodër, futbollistët e Vllaznis erdhën në Tiranë për diskutuar me 17 nëntorin ndeshjen më të rëndësishme të javës 22 të kampionatit kombëtar. Ekipet e nisën lojën duke patur secili 32 pikë dhe dëshirë të madhe për fitore. Miqtë nisën mirë, Bizi gjuan rrezikshëm dhe gati sa nuk shënon, por me kalimin e kohës ata humbin gjallërinë e minutave të para dhe ndeshja ekuilibrohet. Në përgjithësi, vijat sulmuese u treguan më agresive, por gjatë të dy pjesëve asnjëra palë nuk shënoi. Ky ishte takimi 47 i këtyre skuadrave në kuadrin e kampionateve kombëtare. Nga këto 20 e kanë fituar Shkodranët, 14 Tiranësit dhe 13 janë mbyllur në barazim. Pavarësisht nga tmetat, loja në përgjithësi ishte e një niveli të mirë, u karakterizua nga faza interesante si në mesin e fushës, ashtu dhe në zonën e rrepsisë. Shpeshherë mbrojtja e nëntorit ishte ajo që i jepte shkëndijë sulmeve të skuadrës. Figurë të mirë bëri sulmuesi Hyka që u tregua sa i mobilizuar, aq edhe i rrezikshëm. Ndërsa për miqtë u dallua Ragami me inkursionet e tij të rrufeshme. Kjo ndeshje e pritur me aq interes nga mirat e sportazhëve përfundoi me rrjetat paprekura.